30 maj, diçka për të mburur, sepse me anë të hirit jeni të shpëtuar nëpërmjet besimit, dhe kjo jo prej jush, por është dhuratë e Perëndisë, jo prej veprave, që askush të mos mburret. Efesianëve 2:8-9. Dhjata e re lidh besimin dhe hirin për të siguruar që ne të mos mburremi në atë që arrin vetëm hiri. Një nga shembujt më të njohur është Efesianëve 2:8, me anë të hirit nëpërmjet besimit. Kjo është lidhja që e ruan lirinë e hirit, me anë të hirit nëpërmjet besimit. Besimi është një akt i shpirtit ton që largohet nga pamjaftueshmëria jon dhe kthehet drejt burimeve të gjithë mjaftueshme të Perëndisë. Besimi përqendrohet në lirinë e Perëndisë për t'u dhënë hir të padenjve. Besimi mbështetet në bujarinë e Perëndisë. Prandaj besimi, nga vetë natyra e tij, e anulon mburjen dhe përputhet me hirin. Kudo që sheh besimi, ai sheh hir pas çdo veprimi të lavdërueshëm. Ndaj, ai nuk mund të mburret në gjë tjetër përveç se në Zotin, autorin e hirit. Pra, pasi ka thënë që shpëtimi është me anë të hirit nëpërmjet besimit, Pali thotë: "Dhe kjo jo prej jush, por është dhurata e Perëndisë, jo prej veprave, që askush të mos mburret." Efesianëve 2:8-9. Besimi nuk mund të mburret në mirësinë, kompetencën ose urtësinë njerëzore, për shkak se besimi përqendrohet në hirin e lirë dhe gjithë sigurues të Perëndisë. Çfarëdo mirësie që sheh besimi, e sheh atë si frytin e hirit. Kur besimi sheh Krishtin Jezus, i cili u bë për ne urtësi prej Perëndisë, drejtësi dhe shenjtërim dhe shpengim, thotë: "Ai që mburret, le të mburret në Zotin." E pari Korintasve 1:30-31.